Pse njerëzit e varfër në Europën perëndimore jetojnë më gjatë se amerikanët e pasur? Shkalla mbijetesës për amerikanët e pasur ka qenë në të njëjtin nivel me njerëzit më të varfër në Europën veriore dhe perëndimore dhe për disa grupe dhe më ulët se për europianët lindor. Zbulon një studim i ri. Sipas studimit, europianët e varfër mund të presin të jetojnë të paktën aq gjatë sa amerikanët e pasur dhe në disa raste edhe më gjatë. Studimet kanë treguar se shëndeti dhe jetëgjatësia shpesh lidhen me pasurinë, pasi kjo rrit aksesin në mundësi si arsimi, punësimi i mirë, ushqimi i shëndetshëm dhe kujdesi mjekësor. Megjithatë, në disa raste njerëzit më të varfër në vende si Holanda dhe Franca kanë një jetëgjatësi më të madhe se amerikanët e pasur, sipas këtij studimi të botuar në New England Journal of Medicine. Analiza dhe metodat e studimit. Studimi ka përfshirë më shumë se 74.000 individ nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 16 vende europiane, të cilat ishin midis 50 dhe 85 vjeç në vitin 2010. Studimi ka ndjekur mbijetesën e tyre deri në vitin 2022. Europianët janë ndarë në 3 grupe: Europa veriore dhe perëndimore, Austria, Belgjika, Danimarka, Franca, Gjermania, Hollanda, Suedia dhe Zvicra, Europa jugore, Itali, Portugali, Spanjë. Europa lindore: Republika Çeke, Estoni, Hungari, Poloni, Sloveni. Rezultatet treguan se shkalla e vdekjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte 6.5 për 1.000 gjatë periudhës së studimit, krahasuar me normat 2.9 në Europën veriore dhe perëndimore, 4.9 në Europën jugore dhe 5.8 në Europën lindore. Hendeku i shëndetit dhe pasurisë. Studimi nxori në pa një lidhje midis shëndetit dhe pasurisë kudo, por një dallim i dukshëm ishte fakti se ndeku shëndetësor midis më të pasurve, më të varfërve ishte më i madh se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sesa në çdo vend tjetër europian. Njerëzit më të varfër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin normat më të ulta të mbijetesës në gjithë botën dhe vdisnin më të rinj se homologët e tyre europian. Dhe amerikanët më të pasur kishin norma më të ulta të mbijetesës se shumë europian të pasur. Për shembull, amerikanët e pasur kishin shkallë mbijetese të ngjashme me ata më të varfër në Europën veriore dhe perëndimore, si dhe me europianët lindor. Shpjegimi për këtë dallim. Ky ndek i shëndetit dhe jetëgjatësisë është një kujtesë e fortë se edhe njerëzit më të pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të mbrojtur nga faktorët sistemik që ndikojnë në jetëgjatësinë, siç është ndeku i pasurisë dhe mungesa e aksesit në kujdes shëndetësor. Irene Papanikolas, ekonomiste shëndetësore në Universitetin Brown dhe drejtore e studimit, shpjegoi: hendeku i pasurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më ekstrem se pothuajse në çdo vend tjetër të zhvilluar dhe kjo ka ndikim të thellë në shëndetin dhe jetëgjatësinë e qytetarëve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të pasurit mund të kenë më shumë para, por marrëdhënia midis pasurisë dhe shëndetit është e lidhur me diferencën në pasuri brenda një shoqërie. Hendeku i pasurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më i thellë dhe ka një ndikim të konsiderueshëm në aksesin në shërbime shëndetësore dhe kushte jetese më të mira. Për ta shpjeguar këtë, studiuesit sugjerojnë se struktura sociale dhe shërbimet shëndetësore janë më të dobta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo mund të ndihmojë për të kuptuar pse më të varfërit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkallë më të ulët mbijetese se ata në Europë.